thot pejgamberi Allahut se në ditën e gjykimit njeriu ringjallet me atë që e ka dashur. Dhe thot Enes ibn Malik, kur e kam dëgjuar nga gjuha pejgamberit Allahut se pejgamberi Allahut ka thonë se në ditën e kiametit njeriu ringjallet me atë që e ka dashur, nuk ka pas gëzim për neve shokët e pejgamberit Allahut pas Islamit ma shumë se sa këtë fjalë kur e kemi ndëgjuar, nga se ne dim se veprat nuk i kemi si ka pas pejgamberi Allahut dhe nuk i kemi veprat si ka bo Ebu Bekër dhe Omeri. Mirë po shpresojmë që ne të rinjallmi me to për shkak dashurisë që kemi ndaj tyre. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall këtë vëllazëri mos ta shkëput, nga se thot Allahu Azza wa Jall në Kur'anin e Kerim al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Ato të cilët e shfaqin vëllazërinë për Allah, kinë se duan për Allah, thot në ditën e kiametit bëhen armiq të njëri tjetrit. Miq të cilët janë këtë dunjan, ditën e kiametit bëhen armiq të njëri tjetrit. Secili tenton që gjunajnë e tij t'ja veshë mikit vet, përveç se ata të cilët janë dashur për Allah, vazhdon miqësia e tyre, vazhdon dashuria e tyre. Derisa ka ardhur një hadith të pejgamberit Allahut 70.000 njerëz dorëpërdore hinë xhennet. A dini kush janë këto të cilët hinë 70.000 dorëpërdore në xhennet? Janë disa besimtarë që ju mundsohet me ardhur te portat e xhennetit dhe i thojnë Allahut Azza wa Jall, ja Rab, i kemi pas disa vëllezër në safin e parë, kemi aqeru me to, kemi bo namaz me to, kemi bo ibadet me to, jemi fal natën me to, pra i kemi pas disa vëllezër spisofbin në mesin ton, thot Allahu Azza wa Jall, shkoni në xhenem, kanë të njifni pre atyre që keni pas vëlla me në përdore. Thot pejgamberi Allahut Allahu Azza wa Jall, xhenemi t'ja ka bo haram, që xhenemi që gjek gjimtirët e namazit apo gjimtirët e abdesit, i njofin këta në përmes shenjave të namazit në xhenem, i nxjerrin dhe futen në xhennet. Pra këto janë vëllezër të cilët janë dashur për Allahun Azza wa Jall. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall këtë lloj ibadeti ta kalit në zemrat tona dhe Allahu Azza wa Jall smiren, zilin të keqen të largon nga zemrat tona.